Emo, sa të ri. I preferoj më mirë gjërat shumë natyrale. Jam kjo është rruga këtu dolëm mbi Vorezat. E në pravisht së sipër jemi te Ormani. Dhe tani do vemi në Melan. Sot është ditë Bariami. Ani. Ta shohim dhe rrugën. Makina eci pa probleme fare, nuk u sforcua fare, as xhirou. Me rehat e mbajtëm. Kanë bërë rregullime, e kanë sistemuar pak. Pamja është fantastike, po të shohësh, po ta kthesh kamerën tani lart në faqja e gjerë këtu në mali është. Dita është e bukur, ditë dielli. Do pak kujdesu që dhe unë si shoferi vjetër që jam, dita menaxhoj pa. Po që duhet të shikoj dhe rrugën se më vjen ashtu. Dua të më shumë dhe pamjen dhe tjera, malin këto. E kam një qik pikë të dobo të shikoj. Por kur je në makinë nuk ashtu të gjë. Me rehat ecim, nuk nxitojemi, edhe makinën se sforcojmë. Që tani o ta ti të bësh një pamje se dollëm, shikon. Dollëm në kap me qik fushën e trinut, më aman. Kap sajkin këtu. E bën për kamera mandje, pun. Jo dhe aq. Jo dhe aq thonë. Po mirë, sa të mundesh, një qik me rehat mos e lëviz shpejt, se unë e lëviz shpejt për vetëtimin. Qika një dollëm këtu, jorgucati, tutje. Po këtu do të ndaloj, unë do bëj një pamje të vogël këtu një. Ja ta kapim dhe malin të reja nga sipër një qikë. Se tani arritëm. Po na vjen një makinë, apo është në Aglina. Të gjejmë vëndin ku t'i hapim krahun. Po shikoj unë si rritim,